Përshëndetje, mirë se erdhët në program. Një nga diskutimet e rëndësishme në kuadër të diskutimeve për tejkalimin e krizës politike është edhe ajo që ka të bëjë me sistemin zgjedhor. Por në gjithë këto propozime që jepen, sa merret parasysh në fakt interesi i qytetarit? Nëse dëgjojmë propozimet e subjekteve politike, ato janë të mbështjella gjithmonë me argumente që sugjerojnë interesin e njerëzve, por në fakt, sa të përfaqësuar janë ato realisht? Shpesh argumentet kanë edhe kontekst etnik. Sigurisht që në një vend si Maqedonia kjo është e rëndësishme, por a duhet e kaluar ky moment dhe ata që vendosin të vënë thjesht në vend të parë qytetarin me gjithë kërkesat e tij duke marrë parasysh edhe ato etnike? Ose nga ana tjetër, cili mund të jetë sistemi zgjedhor ideal nëse ka një të tillë dhe a do të mund të përmbushen gjithë këto çështje, do të flasim në programin e vijim me të ftuarit tanë. Na ndiqni pas pak. Përshëndetje edhe një herë, pra tashmë edhe me të ftuarit në studio dhe do të flasim sot pikërisht për atë që paralajmëruam pak më herët për sistemet zgjedhore, me që është një nga çështjet më të rëndësishme të diskutimeve rreth krizës politike në Maqedoni, por mbi të gjitha a është edhe problem tek kultura politike apo problemet shfaqen për shkak të sistemeve zgjedhore. Dhe të ftuar në këtë program sot janë Albert Musliu, i cili është analist, i ka ndjekur thuajse të gjitha proceset zgjedhore në Maqedoni me të gjitha sistemet që janë zhvilluar. Përshëndetje Albert, dhe Robert Nesimi, ekspert i sistemeve zgjedhore, po në fakt me profesion matematicient, statistikan, megjithatë i përkushtuar për këto analiza. Dhe do të fillojmë me një herë, fillimisht me zotin Musliu. A mendoni atë pyetje që e bëra në fillim, që në fakt po diskutohet pa nevojë për sisteme zgjedhore, kur problemi ose problemet deri më tani në fakt kanë qenë të kulturës politike, e cila në mënyrë evidente mungon dukshëm, sidomos kultura demokratike? Është një kombinim i gjithë këtyre. Domethënë, modeli zgjedhor i jep një kahje dhe zhvillimit të diskursit politik. Është fakt ajo, nëse është i shumicës, nëse është i kombinuar, nëse është proporcional, po ato kahje vlen më shumë për shtete më të mëdha, jo për një Maqedoni 2 milionëshe ose 1,5 milion varet sa jemi, ku shumica e njerëzve njihen. Domethënë, modeli i shumicës është ai modeli i cili insiston në lokalitetin ku deputetët në fakt përfaqësojnë edhe lokalitetin për të cilit vinë dhe duhet të mbrojnë intereset e atij lokaliteti. Po kjo është në parlamente normale ku ju keni debat edhe ku deputetët janë vetanak, pavarësisht se i përkasin një subjekti politik edhe i prezantojnë intereset lokalitetit. Do të flasim për këto sisteme zgjedhore në kuptimin e asaj se kush mund të ishte deputet, ka diskutime të ndryshme, por Robert Nesimi, keni shkruar një seri artikush për sistemet zgjedhore. A mendoni pikërisht edhe për ju një pyetje e përgjithshme se megjithatë problemet shfaqen se si zbatohen këto sisteme, apo dikon edhe sistemi, si që tha edhe Alberti? Po, pajtojmë me Albertin se problemi më i madh është ajo kultura politike të ne, mënyra si votohet, shkeljet gjatë procesit votimit, mirë po ka rëndësi edhe sistemi zgjedhor, kemi sistem shumicës, kombinum proporcional, edhe secili prej atyre sistemeve jep një kahje, themi, skenës politike. Njëri favorizon parti më të mëdha, tjetri parti më të vogla, nëse duam më shumë parti të kemi në numër, më pak, a duam të kemi demokraci të brendshme nëpër parti, apo jo, aspekti gjeografik, siç the, do me thënë ka raste kur zonat tëra në një sistem mund të ngelin pa përfaqësim, në një sistem tjetër, respektivisht sistemin e shumicës, garantohet se çdo njëna. Po, a duhet të jemi fanatikja me që po e përmendi këtë momentin në kuptimin e asaj që patjetër përfaqësuesi duhet të jenë nga një zonë ose nga secila zonë? Kjo ka të bëj pak me sistemin e shumicës ku deputeti konkuron vetë, pra bën fushat vetë, kurse me sistemet proporcionale kemi një mundësi tjetër. Ose për ta bërë pyetje ndryshe, a duhet një njeri nga Gostivari ta zgjedh një përfaqësues nga Shkupi, pse nuk duhet ta zgjedh? Jo, ka modalitete tjera të cilat ndërhyjnë te kjo kahje e përgjithshme. Domethënë kahja e përgjithshme shumica
insiston në përfaqësimin lokal, proporcionaliteti insiston në përfaqësimin politik, po mos harrojmë se ka modalitetet cilët duhet ta mundsojnë atë që është kryesorja në çdo sistem politik, që është obligimi i qytetarit edhe i shtetit. Obligimi i shtetit është t'ia mundsojë çdo qytetari me votën e vet ta zgjedh fatin e vet, edhe çdo vot vlen në të njëjtën mënyrë. E tash modalitetet e përfaqësimit lokal, politik, ka aty ndërhyrje. Njëra është listat e hapuna, ndërhyrja e diasporës, domethënë ka shumë sende të cilët ulja e pragut në minimal. Domethënë sistemi proporcional me prag të lartë është ai i cili përcakton një sistem bipolar ose katërpolar si është maqoni, po ne kemi bipolar herë 2. Po nëse ulet pragu, nëse ndrohet numri njësive, nëse inkuadrohen më shumë njerëz të votojnë siç e kanë drejtë dhe siç shteti e ka obligim t'u mundsoj të drejtën me më pak ngatresa. Me më pak ngatresa nën kupton të bëj vend votimin afër, ta kenë të lehtë të votojnë, mund të votojnë në mënyrë të paqshme edhe të qetë, ashtu si vendosim. Domethënë ka shumë modalitete, po këto janë karakteristikat e përditshme. Ashtu që unë besoj se duhet të bisedohet për modelin zgjedhor, po t'jepen argumente për të mirën e qytetarit edhe drejtën e qytetarit. Atë subjekte politike. Këtu është çështja. Nëse dëgjojmë sidomos disa subjekte politike, ne shohim sisteme të cilat në një farë mënyrë favorizojnë qeverisje të rahatshme. Stabile dhe pa dëshirën e mirë, nëse mund të themi kështu, që të përfaqësohen të gjithë, por e rëndësishme është që kur unë ta marr pushtetin të jem sa më rahat dhe askush mos të më pengoj. A ka sistem ideal? Atë desha të them, domethënë a priori ne nuk mund të themi për asnjë sistem se ky është demokratik, ky nuk është, ato gjitha janë sisteme demokratike. Mirë po në rrethana të caktuara, në vende të caktuara, varësisht nga kultura politike, tradita politike, domethënë njëri ose tjetri e shpreh më mirë vullnetin e popullit. Për shembull, në fillim, në vitin 90 dhe 94, në Maqedoni është praktikuar sistemi i shumicës, i cili praktikohet në demokracitë më të vjetra në botë, në Britaninë e Madhe dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili atje funksionon ashtu si duhet. Karakteristikat e këtij sistemit janë ajo që thamë se e lidhë deputetin me votuesin, sepse votuesi voton për një person me emër me mbiemër, domethënë edhe ka deputet caktuar, edhe ka prej themi lagjës vet ose krahinës vet, e ka shpinën atij, e ka zyre deputetit. Përkundër sistemit proporcional i cili ne votojmë për gjithë edhe votojmë për asnjënin, ne se dim kënde kemi deputeti, kemi gjithë edhe asnjën. Nga ana tjetër, sistemi i shumicës do me thonë që do të duhej gjithë vendi, në rastin tonë, të ndajë në 120 njësi zgjedhore, edhe jo është krejt në rregull, po kush i ka gërshanët në duhur që t'i ndajë. Unë nuk mund t'i besoj këtij pushtetit se do t'i ndajë ashtu si duhet, edhe për atë mendoj se në kësire thane siç janë të ne, ky nuk është i zbatueshëm ose themi nuk do t'japë rezultate fair, nuk do ta pasqyrojë si duhet atë vullnetin e votuesve. E tash ne momentalisht kemi një sistem i cili deri diku është në mes një anës edhe tjetër, sepse kemi sistem me 6 njësi zgjedhore. Çka ka mundsu ky sistem? Me ka mundsu pikërisht atë që thatë ju, një qeverisje stabile dhe komode për disa partive, që nuk e reflekton atë që e ka dasht votuesi. Nëse i shohim për shembull përqindjet e votave që i ka marrë VMRO në për vite, në 2006 ka marrë 31%, 2008 47%, 2011 38%, 2014 43%. Asnjëherë VMRO nuk ka pas mbi 50% votave, ndërsa ka sundu si absolute. Edhe këtë e ka mundsu ky sistemi me 6 njësi zgjedhore. Ai është e vërtet se ka mundsu një qeverisje më komode, më stabile, por unë do të thosha që neve nuk na duhet një e tillë, sepse është keq përdorur deri në maksimum. Dhe pikërisht këtu rëndësishme është për sistemet zgjedhore dhe për demokracitë që të gjithë njerëzit të jenë të përfaqësuar në parlament. Kemi qeverisje të mirë. Po. Mirë, po nga ana tjetër argumenti ka qenë gjithmonë se në fakt nëse kemi një parlament që ka më shumë parti, që ka parti më të vogla, në fakt krizat politike mund të jenë më të shpeshta. Por duke marrë parasysh gjithë atë që ndodhi në Maqedoni dhe atë që duam ose atje ku duam të arrijmë, a më mirë është të kemi kriza të vazhdueshme politike dhe tensione, apo një qeverisje stabile dhe të pakontrollueshme? Një argument për atë është se ne kemi qenë në tensione dhe konfliktet konstante. Domethënë ne
që 25 vjet jemi në një farë lloj tensioni. Ky sistem, kështu si është i paramendum, i ka fuqizu vetëm subjektet politike, elitat politike dhe hierarkinë e tyre, dhe kemi arrit me një parlament ku nuk ka edhe debat. Një parlament ku nuk ndodh që opozita të votoj pro ndonjë ligji të pozitës, ose deputet pozitës po të votoj kundër. Është e palogjikshme me një situatë ku kemi një kontestim shumë të madh ligjeve, ndryshim shumë të shpejt ligjeve, të cilat veç janë pru. Domethënë ajo tregon për kualitetin e tyre. Po ky sistem, kështu si është i venduar, me gjashtësi e pamundson edhe individualitetin e deputetit. Një sistemi proporcional është më inkluziv, në kupton gjithmonë shprehen e ajo shpërndahet si vullnet i sovranit nëpërmjet deputetëve, por mënyra se si është organizuar me të ne, niveli i ulët i kulturës politike dhe pamundësia e të gjobumit ose të ndëshkimit të subjekteve politike, na ka pru në këtë situatë ku ne jo që kemi tensione, ne kemi tensione konstante, po nuk kemi zhvillim demokratik, nuk kemi debat politik, edhe ajo e pamundson qytetarin që ta shpreh vullnetin e vet nëpërmjet deputetëve. Pikërisht ajo pyetja e përgjithshme që u bë në fillim të këtij programi është se në fakt problemet vijnë nga mungesa e kulturës politike, kulturës demokratike, se sa vetë sistemit, por në kohën kur po diskutojmë një sistem, ose kur diskutohet si mënyrë për të tejkaluar krizën politike, atëherë cili do të ishte sistemi ideal. Siç thash në fillim, Robert Mesimi ke bërë një seri shkrimesh të cilat analizojnë në një farë mënyre të gjitha sistemet. Atëherë, sipas jush, duke marrë parasysh Maqedoninë dhe rrethanat e Maqedonisë, çfarë do të kishte sugjeruar? Do me thonë atë e ceka edhe më herët se sipas meje teoretikisht sistemi i shumicës është më i mirë, por nuk zbatohet të tene. Me këtë kulturë politike, me këtë nivel politik që e kemi, nuk zbatohet të tene. Për atë mendoj se një formë e sistemit proporcional është mos them ideale, po ajo që na duhet tash për momentin. Thash të kthehem te ajo që e tha edhe Alberti, me 6 njësi zgjedhore ne kemi dominim prej 4 partive politike, dhe në fakt prej 4 njerëzve, jo 4 partive, prej 4 njerëzve, sepse ajo hierarkia, të cilën e ka mundsu sistemi proporcional, modeli proporcional, i ka fuqizu këto 4 personat. Sot ju për të bërë deputet, nuk duhet as t'ju doje dikush, as t'jeni i aftë, as gjë, duhet t'i keni punën mirë me kryetarin e partisë, edhe t'ju futen listë në një vend garantum edhe bani deputet. Për atë mendoj se më e mira, për momentin them, do t'ishte që të mundsohet përfaqësimi sa më shumë partive politike në parlament. Kjo arrihet me një njësi zgjedhore. Atëherë, nëse kthehemi për shembull në të kaluarën, sistem proporcional me një njësi zgjedhore, e rregullon njërin aspekt, tjetrin do ta përmendi pak më vonë. Nëse kthehemi mbas për shembull në zgjedhjet e kaluara, me një njësi zgjedhore duhet diku 8-9.000 vota që një parti të fitojë paktën një deputet. Nëse kthehemi në të kaluarën, kemi pas parti, për shembull 2006-ën, 5 parti të cilat e kanë kaluar këtë prag për 8-9.000 edhe nuk kanë marrë asnjë deputet. Në 2008-ën njësoj kemi pas 2011-ën e dini rastin Dërëja, Vëmëro e Lufço Georgievskit, kjo e Lube Boshkovskit, si quhet ajo, Bashkuar për Maqedoninë, 4 parti do ta kishin kalu pragun, do të kishin 3-4 deputet, mbetën pas një, edhe në 2014 njësoj. Kështu që mendoj se duhet të mundsohet një parlament i përbën prej më tepër partive që shkëputet monopoli mas pari i partive politike, këtyne 4 mbajave. Ndërsa pjesa tjetër është që të demokratizohen brenda partit, mos bëhet dikush deputet automatikisht, kjo mendoj se mund zgjidhet mas miri me listat e hapura, po. Do t'i mundësojmë votuesit që përveç partisë të rrethoje 1, 2, 3, 5, sa do të miremi vesh, kandidat, edhe atëherë do t'a dim se ai që është bërë deputet, me të vërtet atë e don populli deputet, jo se e ka caktuar dikush. A mund të imagjinojmë që partitë politike do të pranonin një gjë të tillë kur kihet parasysh që liderët duan më tepër njerëz që do t'i dëgjojnë ose të jenë njerëz të dëgjueshëm se sa në fakt të përfaqësojnë popullin. Tash ne mund të thirremi në nevojën për një vetëdijsim më të madh edhe të liderëve politikë, edhe dyta momenti është i asisoj sa që për shumë sene mund të bisedohet. Ka një moment i cili është shumë karakteristik për Maqedoninë, ne kemi një mërgat madhe, edhe një prej argumenteve
cilët janë përdorë edhe prej subjekteve politike shqiptare, ka qenë mos përfshirja e mërgatës. Edhe aty kam moduse se si regulohet, nëse Maqedonia bën një njësi zgjedhore. Atëherë gjithë shtetasit e Maqedonisë, kudo që janë, mund të mundsohet të votojnë edhe të mundsohet në mënyrë efektive, jo vetëm të jepet e drejta. Se mos harrojmë, ne kemi plot qytetarë në Maqedoni që nuk duan të kalojnë 2 rrugë edhe shkojnë të votojnë, nga ana tjetër presim që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës shkojnë prej New Yorkut, Detroit të votojnë, edhe të hupin edhe të holla. Domethënë ka moduse të cilat u mundsojnë gjithë qytetarëve të Maqedonisë të votojnë, po është mangësia edhe do të jetë një motivim plotësues i subjekteve tona politike, edhe ti përshtatin platformat e veta edhe programet veta politike që ti inkurajojnë ato dhe të motivojnë të votojnë, edhe të mundsojnë atë të bëjnë në mënyrë shumë më të lehtë. Mund të përdoret interneti, mund të përdoren edhe posta normale, e tash kene çdo herë paraqitet dyshimi, po nëse dikush e keq përdor. Po ne me një sistem që e kanë promovu si ideal këto 4 partitë më të mëdha politike, po ka pas manipulime. Domethënë, nëse manipulimi sankcionohet, pavarësisht se kush e bën, ai do të jetë një mënyrë e sankcionimit. Tash ju nuk mund ta ndërpritni vozitjen në rrugë se dikush voziti pit. Po ju thoni nëse je me alkool. Sigurisht. Ideja është që nuk duhet nisur nga frika nga manipulimi, por e gjithë nga gjithë përfshirja, se tam është nisur nga e drejta që duhet të ketë secili. Pra jo thjesht vetëm e drejtë, të thatë një gjë shumë të qelluar, por edhe vetë mundësia, se disa herë mungesa e mundësisë nuk nënkupton edhe të drejtë. Por përmendet faktin e shumicës dhe do dua të bëj një pyetje këtu tjetër, që lidhet pak edhe me ushtrimin e pushtetit. Në qoftë se kishim një sistem të shumicës, pra ku njerëzit do të votonin direkt për deputetin e tyre, Robert Nesimi ju tha që është një nga mundësitë më të mira. Megjithatë, a nuk mendoni se në këtë lloj mënyre në teori, a nuk mendoni se në këtë lloj mënyre do të lokalizohej politikbërja? Pse e bëj këtë pyetje? Sepse për momentin ne ndoshta nuk kemi përfaqësim direkt të deputetëve, por nga ana tjetër kemi dege në ndeg të partive të cilat na sugjerojnë lloj-lloj njerëzesh në poste të caktuara me dëshirën që secili të jetë i përfaqësuar dhe në asnjëherë nuk kemi pasur ose nuk kemi parë, sigurisht ka edhe përjashtime, por nuk kemi parë merit dhe meritokraci. A mund të ekzistojë rrezik edhe nga kjo? Ose, e bëra pyetjen edhe pak më herët, pse një votues nga Shkupi mos të ketë drejtën ta votojë edhe atë që është nga Tetova apo nga Gostivari dhe Anasjelltas? Shifri, këto probleme që thatë me lokalizimin e politikës, këto ekzistojnë edhe tash me këtë sistem proporcional. Sigurisht. Do me thonë, nuk është se sistemi zgjedhor do ta parandalojë këtë si problem ose jo. Nuk mendoj se do ta shtojë diçka atë lokalizimin e politikës. Ana pozitive është se deputeti do të jetë më afër votuesit edhe votuesi afër deputetit. Edhe kjo nuk është gjë e keqe. Nëse themi është një deputet nga një komunë urbane, si komuna e Çajirit, nuk ka pse të votojë për subvencione bujqësore, atë nuk e kërkojnë votuesit e atij. Ai do të kërkojë, për shembull, investime në arsim, në infrastrukturë urbane, në shëndetësi, Edhe një tjetër nga një zonë rurale, ai do të merret me çështjet e bujqësisë e kështu. Tash kemi një situatë konfuze ku çdo kush voton për çdo gjë, si tha edhe Alberti, nuk kemi si thonë, revolt brenda partijake. E dini çka ndodhi për shembull në vitin 2003 në Parlamentin Anglis. Deputetët laboristë kundërshtuan shkuarjen luftë të Britanisë së Madhe në Irak, edhe pse kryeministri ishte i tyre. Dhe me thonë, kjo nuk ka gjasa të ndodhe në sistem proporcional. Në sistem shumicës po. Mirë po thash për arsye tjera, nuk mendoj se është i përshtatshëm për këtë moment. Atë që thatë ju, se pse mos votoj një nga Shkupi për një nga Gostivari ose Anasjelltas, unë nuk mendoj se parandalon sistemi shumicës. Ne mund në ligj ta caktojmë që kandidohu ku të dush. Edhe nëse janë nga Gostivari, do me thonë, sistemi shumicës nuk e parandalon. Nëse mund të fitojë në Shkup, le të fitojë në Shkup. A mund të ndodhë në Shqipëri është ky fenomen ku politikanë të njohur në fakt vendosin të kandidojnë në vendet jo të tyre të origjinës.
dhe praktikisht njihen që në një moment të caktuar liderët politik, siç thash figurat e njohura të politikës, njëherë kandidojnë në jug të vendit, njëherë kandidojnë në veri të vendit, njëherë kandidojnë në zonat e mesme të Shqipërisë. A mendoni se kjo do të ishte e mundur këtu? Një fenomen i tillë? Edhe në një farë mënyrë, a mendoni se kjo mund ta demokratizoj, si më thënë, shoqërinë? Ai fenomeni është prezent në Maqedoni, po nuk është prezent te subjektet politike shqiptare. Mos harroni ju se te subjektet politike maqedonase ka transfer deputetësh, ashtu që ato pretendojnë se i kanë më të kapshëm për votuesit e vetë që në njësi të ndryshme. Gjorçevi, kjo është i Shkupit, po njësin numër 3 ose 4 është konstant. Domethënë ato e lëvizin. Mos harrojmë tash kvantumi i qeverisjes edhe i pushtetit, cilën e marrin subjektet politike shqiptare në Maqedoni në krahasim me atë në Kosovë, në Shqipëri, është pak më i limituar, se këtu kemi bashkëqeverisje, edhe mendoj se prandaj edhe lokalizmi është më i shprehur te ne. Po ne edhe te modeli shumicës ne kishim si them të disiplinuar partijak. Ne nuk kemi pas edhe kur e kishim modelin e shumicës që deputet do ta kundërshtoj qëndrimin e partisë vetë, edhe mos harrojmë se atëherë kishin diskrepancat më të mëdha. Çdo herë deputetët shqiptarë ishin deputet me votues, numër më të madh votuesish. Deputeti i Zhelinës ka qenë në mënyrë konstante deputeti me më shumë votues. Ashtu që ai model është ideal për një shoqëni me kulturë politike, me distinkcion të ideve dhe nevojeve qytetarëve pre atyre nacionale në ato lokale, se tash ju për programin hapësinor të Anglisë, nuk është çështje lokale ajo. Atë keni program. Po unë mendoj se ajo anash të kalohet edhe me sistemi proporcional, po do të jenë të obligume subjektet politike t'ia përshtasin edhe programën edhe mënyrën e politikë bërjes atit të auditorit të ri. Po lista e hapur është diçka që unë besoj se do t'i demokratizoj edhe partitë, nga se do t'jenë të obligum, mos inkuadrojmë vetëm të disiplinuar partijak ose ushtar partijak, po edhe njerëz me ma integritet. Do të bëjmë një shkëputje të vogël publicitare dhe do të rikthehemi sërish të dashur teleshikues me pyetje të tjera direkte për sistemin zgjedhor, që në fakt është i rëndësishëm më shumë për ju sesa për subjektet politike. Na ndiqni pas pak. Jemi rikthyer në studio me të ftuarit Albert Musliun, analist politik, përfaqësues i shoqërisë civile, por gjithashtu edhe një nga personat që ka monitoruar shumë procese zgjedhore në Maqedoni dhe jashtë, si dhe Robert Nesimi, ekspert i sistemeve zgjedhore, statisticient, matematicient, por që kohëve të fundit ka bërë një seri shkrime pikërisht për këto çështje dhe diskutuam për modalitetet e ndryshme, për sistemet e ndryshme zgjedhore, por kam një pyetje për të dy. Alberti ndoshta mund të filloj fillimisht nga duke bërë edhe një tip analize, se kur flasim për demokracinë edhe për përfaqësimin sa më të madh në fakt subjekteve politike në parlament, atëherë vjen në sipërfaqe në Maqedoni edhe çështja etnike. Në një rast të tillë, partitë më të mëdha thonë se në qoftë se elektorati do të përçahet, pra në qoftë se do të kemi më shumë parti politike të cilat do të përfaqësojnë në parlament, atëherë vota e shqiptarëve ose mund të zvoglohet, pra deputetët mund të jenë më pak në numër, ose nga ana tjetër pesha e tyre në qeverisje më vonë nuk do të jetë aq e fuqishme. Sa vlen ky argument? Duhet bëhet distinkcioni i prioriteteve i qëllimit ku është. Domethënë numri i deputetëve në parlament me një demokraci normale, unitare, është ai numri i cili përcakton pozitën e një subjekti ndaj mundësisë për qeverisje ose jo. Në Maqedoni kemi një dualitet, i cili nuk është i rregulluar me kushtetut, po funksionon, është pjesë e praktikës politike. Ai është fituesi i dy palëve. Domethënë numri si numër, duke marrë parasysh se i vetmi institucion cili e ka institucionalizuar modelin e badinterit është parlamenti. Unë do kisha uruar që gjithë subjektet politike shqiptare këtë energji që e kanë për ta mbrojtur numrin fiks deputetëve, mos harrojmë se numri më të madh ne kemi pas 90-ën me PPD-n, po rezultatet politike nuk ishin as më, nga se modeli i qeverisjes nuk ishte ashtu, ta koncentrojnë nga mënyra e qeverisjes dhe modeli i qeverisjes. Ne kemi model qeverisjes shumicës, ku shqiptarët nuk kanë modus se si t'i blokojnë disa vendime që shkojnë kundërshtim me intereset e komunitetit shqiptar. Ndërsa në parlament ka. E dyta, është një fakt i pak kontestueshëm se numri i shqiptarëve cilët votojnë edhe marrin pjesë në procesin zgjedhor është duke i zvogëluar prej 90-s. Unë 90-ën kam qenë student,
kom hip autobusit prej Sarajeve, kom erdhë, kom votuar, kom kthej prap. Ajo është diçka që tash nuk bëhet, nga se motivimi i votuesve shqiptar është i vogël. Prandaj duhet zgjedhet model i cili do t'va mundsoj në mënyrë edhe ligjore, po edhe praktike, shqiptarëve të marrin pjesë, do t'ua mundsoj subjekteve politike ti motivojnë shqiptarët, si brenda ashtu edhe jashtë, të bëhen pjesë e procesit zgjedhor, por do t'ua mundsoj atyre shqiptarëve të zgjedhin atë që duan. Se përfaqësimi është krucial në një demokraci europiane. Nuk është e kot që në parlament ka edhe pozitë edhe opozitë edhe mendime të ndryshme. Se t'ishte vetëm i fituesit, do të përcaktohesh e fituesit ditën e parë, që do të shkojshin në shtëpi edhe do të qeverishin. Po debati, mendimi i ndryshëm është ai i cili duhet të jetë kryesori për një demokraci e tenton të prezantojë si europiane, a veçanërisht këtu duhet të jetë roli më i madh i subjekteve politike shqiptare, se ne si komunitet tentojmë se një shtet jo demokratik, interesat tona edhe kolektive abuzohen edhe më shumë. A do duhet të kenë frikë për shqiptarët se do të humbin nga pesha e tyre, qoftë në parlament, qoftë në qeverisje, në qoftë se ka më shumë subjekte politike në parlament, në qoftë se vota e tyre thjesht përçahet më shumë? Në fillim një korrigjim, numri më i madh i deputetëve ka qenë 2008, 29, po. Kemi pas 29 deputet, kemi pas 23, kemi pas 25, njerë kemi pas 19, 94, 98. Unë nuk shoh ndonjë dallim se ka qenë më mirë kur kemi pas 29. Madje shumë gjana kanë nisë shkojnë për sprapti këto integrimet euroatlantike, në pikrisht në 2008 kur kemi pas 29 deputet. Unë mendoj se kohët e fundit nuk është problemi se shqiptarët mbi votohen në parlament. Sepse unë se di ndonjë rast kur shqiptarët, deputetët shqiptarë kanë votu kundër ndonjë ligji që ka propozu qeveria, që ka propozu VMRO-ja. S'kemi pas probleme mbi votime, se ato përherë kanë votu njësoj. Kur vim ke kjo që numri nuk është aq i rëndësishëm si mbas meje, numri i deputetëve shqiptarë, duhet ta themi pjesën tjetër, është i rëndësishëm si mbas meje kualiteti i deputetëve, edhe si mbas mendimit tim, prezenca e më shumë partive politike në shqiptare në skenë. Nuk duhet frigohemi nga kjo se do të humbet vota, do të digjet vota, këtë duhet ta thote votuesi në zgjedhje. Në vitin 2011 për shembull, kemi pas DRN dhe RDK-n, të cilat të dyja bashkërisht kanë marrë të 50.000 vota. Në me thonë, 50.000 shqiptarë kanë mendu se shqiptarëve ju duhet një parti, 3 e 4. Apo? Se kush e merë këtë drejt ju thotë atyne se ju e keni pas gabim, se sa desh t'i votoni ato parti. Këtë leta përcaktoj votuesi, janë duhen neve 1, 2, 5. Pra kjo logjik në një farë mënyrë vjen nga frikat e kulturës politike përsëri. Më shumë është kalkulimi i partive të mëdhaja, se nëse ndrohet sistemi, bëhet një njësi zgjedhore, si thamë favorizon pak partitë e vogla dhe përfaqësim më adekuat politik, ato frigohen se... Ose argumenti tjetër që partneri i Maqedonas do të ketë më shumë manovra për t'i kërcënuar shqiptarët, subjektet shqiptare, që në qoftë se ti nuk vjen, atëherë do ta marrë këtë tjetrin, dhe pikërisht kjo mund të krijojë këtë mentalitet që themi tani. Në frikën atit mentaliteti në është projektu neve se duhet jetojmë. Ne, si qytetarë, mund të kërkojmë prej subjekteve politike që atë regull politike, atë tradit politike, ta transferojnë në liqë, transferojnë në ndryshim kushtetute. Për shembull? Për shembull që fituesit e komuniteteve të bëjnë koalicionin qeveritar. Ajo të varet prej vullnetit politik të momentit. Po ajo është ajo pika që thashë. Më fal, që kjo do të thotë që në qoftë se fituesi shqiptar, edhe pse ka 3-4 parti të tjera, për shembull është njëri, me sado deputet ai të jetë që shumica e shqiptarëve, që ta kuptojmë idenë ka fjalë. Tjetër është flasim për fituesin, tjetër flasim për shumicën e fituesit. Domethënë nëse një subjekt nuk është vetë fitues, atëherë do të mbledhen dy subjekte që do të jenë fitues, por ne flasim për vullnetin e shumicës shqiptare të ketë meç, domethënë përputhje me vullnetin e shumicës maqedonase. Edhe ke pala tjetër, mundet s'ka pas ndonjë balans kohën e fundit, po nëse ka 3-4 subjekte politike, mundet edhe ajo shumicë në mënyrë ndryshme shprehet. Te ne është problemi se interesat partijake, politike tentohet promovohen si interesa të komunitetit shqiptar. Sa për komunitetin shqiptar është fakt se interesi bie, nuk kanë gjithë subjektet politike
as në mënyrën, po as e kam pas interesin nacional që t'i motivojnë shqiptarët, votojnë spaku në numër sa Maqedonasit, edhe e treta, pavarësisht prej modelit zgjedhor. Nëse shqiptarët vendosin mos votojnë, ne mund mos kemi asnjë deputet. Domethënë duhet subjektet politike vëdijsohen, të arrisin kvalitetin edhe interesin e përgjithshëm kolektiv mos e identifikojnë në vetin. Se interesi një subjekti politik nuk do me thënë se është interesi gjithë komunitetit. Prandaj ai sistemi proporcional është inkluziv, edhe gjithë interesin e vet e prezantojnë nëpërmjet votës tyre. Robert? Sa i përket asaj rrezikut që thatë se ekziston që nëse ka më tepër parti shqiptare në parlament edhe mund të bëjë loja partia fituese, do të them se çdo gjë që tham këtu për parti shqiptare, si reflektohet sistemi zgjedhor të partisë shqiptare, vlen edhe për gjitha partitë tjera. Në rastin kur do të kishim një njësi zgjedhore, kur do të mishim pjesë më tepër parti në parlament, edhe fituesi, kush do që t'ishte, ose VMRO ose LSDM-ja, nuk do të kishte shumicë absolute. Me këto numra, me këto vota që i ka pas VMRO, me atë koalicion, asnjëherë nuk do të kishte 60. Ne të kemi edhe ma shumë deputet, se Mërgata jonë është ma e madhe, është spaku ne ashtu flasim, se është ma e madhe, atër pse mos u mundësojt atyre që të votojnë. Edhe gjithsesi, nëse ka tendenca keq përdorimi, ato të sankcionohen mundet në mënyrë dyfisht ose trefisht. Ne e dimë se vetëm gatishmëria që të sankcionohen keq përdorimet para 2-3 cikleve zgjedhore rezulton me gatishmëri më të vogël për keq përdorimet ditën e votimeve. Sigurisht e zauruam atë çështje që nuk mund të mendojmë sistemin zgjedhor nga frika se si mund të manipulohet, sepse në një demokraci normale kjo nuk do të ishte për këtë numrin e partive që janë pjesë e koalicionit dhe kjo absolutisht drejt, jo vetëm Partia Demokratike ose kjo e Liliana Popol. Pa aty keni numër të madh subjekte politike të cilët i përfaqësojnë komunitetet më të vogla. Ato me këtë sistem zgjedhor nuk kanë shans të hypin në qeverisje dhe një pjesë të fuqisë vetë politikit automatikisht ja transferojnë ose LSDM ose VMRO, se nuk e kemi pa këto 15 vjet që subjektet politike shqiptare kanë arrit t'i afrojnë pranë vetes se t'i bëjnë pjesë e klubit vetë zgjedhor. Këtë konstante bëjnë prej fillimit të këtij modeli subjektet më të mëdha politike maqedonase, ku ne në start hupim edhe partner të mundshëm. Shqiptarët kanë pas koalicione të mira me subjektet politike turke, po bile edhe me ato rome, me maqedonëve musliman, para këtij sistemi zgjedhor. Tash ato janë me një blok, shqiptarët janë me një blok tjetër edhe nëse shifet matematikisht më mirë, mundet edhe matematika atyre u konvenon më mirë. Me një njësi zgjedhore dhe ato do të dalin vetë, kanë potencial. Ku e kishim fjalën për diasporën vetë. Unë
më duket të absurde, unë nuk e di kush e ka mendu këtë sistemin që e kemi tash diasporës. Do zgjedhim 3 deputet, hajde do zgjedhim. Brenda në shtet, i bëjmë zgjedhje me sistem proporcional, jashtë i bëjmë me sistem të shumicës. Minimum u desht edhe atje të bëhet një njësi zgjedhore për diasporën plas. Vetë, edhe zgjidhen 3 deputet. Se kemi rast, për shembull, ai Australis ka marrë 500-600 vota, është deputet, është plotësisht i barabartë me këto këtu që kanë marrë 6-8.000. Edhe te sistemi me njësi zgjedhore e mira është se e zgjidhim automatikisht edhe këtë problem. Ato votat e atyne hynë në votat e përgjithshme totale, dhe me thonë, aq sa kanë votu, pesha e atij votuesi që është në diasporë, do të jetë e njëjtë me peshën e këtij. Dhe ky votuesi që ka votuar në Australi, për momentin është 20 herë më i vlefshëm se një votues unë e ti, që kemi votuar këtu. Vota e atij është numëruar 20 herë më tepër se këtu do të zgjidhej automatikisht ai problemi i diasporës. Këta janë gjëna absurde që kërkon tjenë 20, tjenë 17. Ose që 17 deputet më tepër. Me këtë model kërkush nuk e parandalon vëmërode po mënen që vëndojnë 20 deputet diasporës në listën e përgjithshme, po tash nëse ato marrin. Nëse marrin vota, le të marrin, se ta përshtatoj votuesi. Që se aty është paradoksi më i madh, se shqiptarët nuk arritën asnjë deputet ta zgjedhin prej atyre 3, duke i pas numrat, po nuk i kishin mekanizma si organizoheshin. Prandaj unë insistoj natë që çdo qytetari duhet të mundsohet në mënyrë sa më të lehtë bëhet pjesë e procesit zgjedhor. Dhe krejt në fund se po vim në minutat e fundit të programit, ma bëjnë me dije nga regjia, a do të kemi në këto diskutime megjithatë një zgjedhje të një sistemi zgjedhor parë nga prizmi etnik, në fakt e jo nga prizmi demokratik real, sepse fatkeqësisht ose realisht frikërat ose premtimet të cilat bëhen përballë elektoratit janë pikërisht nga ky prizëm, nga prizmi etnik ose duke qofte edhe duke ushtruar frikëra të ndryshme nga një komunitet në komunitetin tjetër. Shumë shkurt të dy. A mendoni që kriza politike dhe gjithë kjo që ndodhet edhe me që po ndodh një reformë e madhe do të arrihet që në fakt të tejkalohet kjo barierë dhe të shihet thjesht vetëm interesi qytetarëve me gjithë kërkesat e tyre. Kur them këtu gjithë kërkesat e tyre, kam parasysh edhe ato kërkesat e komunitetit shqiptar për gjuhën edhe për të gjitha të detat e tjera. A mund të arrihet kjo me këtë klasë politike? Çështja e klasës politike është çështje me cilën duhet merret gjithë qytetarët, gjithë votuesit, nuk janë ekskluzive ato, nuk nënkupton ajo se të mbrojsh interesin e komunitetit nuk i promovon vlerat demokratike. Të ne është problemi se subjektet politike e marrin si të ekskluzivitetin ndaj mendimit politik dhe interesin e vetë partijake e promovojnë si interes komunitetit shqiptar, që nuk është e vërtet. Me vetë faktin që shqiptarët votojnë për disa subjekte, do me thonë se shqiptarët nuk mendojnë gjithë njësoj, po për ato vlerat, unë prapë do them, shqiptarët e kanë obligim ekstra ndaj komunitetin Maqedonas, se ne jemi ato të cilët thirremi se drejtat tona thyen nuk plotësohen në mënyrë plot, ashtu që ne kemi obligim edhe më të madh se qytetarët tjerë, veçanërisht politikanët tonë, që demokracinë të vendojnë të parën në pjedestalin e qëllimeve dhe aspiratave të këtij shteti. Unë nuk mendoj se kur do të bëhet ky sistemi i ri zgjedhor do t'ju interesojnë interesat e qytetarëve, partive politike, rand është ajo, larg jemi asaj, do t'ju interesojnë ato interesat e veta. Mirë po, në këtë aspekt unë mendoj se tani është betejë më e madhe brenda grupacioneve etnike se në mes grupacioneve etnike. Unë mendoj se do t'jetë betejë më tepër në mes partive të mëdha edhe të vogla, se sa në mes partive shqiptare maqedone. Kjo varet përsëri nga sistemi që do të zgjedhim. Nëse shkojmë me sistem shumicës, themi hipotetikisht, atëherë do të mbizetrojë edhe ky aspekt etnik. Kurse me sistem me një njësi zgjedhore, mendoj se do të jetë betejë të bëhen listat e hapura. Po, këtë në fund të programit mund të themi që cili do qoftë sistemi, ndoshta më e pranueshme do t'ishte, të paktën të kishte listat e hapura zgjedhore, që në qoftë se jo gjë tjetër, qytetarët të kenë mundësi të zgjedhin atë që ata mendojnë që është më i miri, qoftë edhe brenda një subjekti politik. Megjithatë, kjo është një çështje që do të vazhdoj të diskutojmë dhe do të diskutohet, sigurisht ndoshta edhe programi 200 do të vazhdoj ta ndjek. Këtu kemi ardhur në fund të programit, falenderoj të pranishmit, ndërkohë deri në programin e radhës të dashur teleshikues, nga unë Azim Rashidi, mirupafshim.